Në skenën politike shqiptare, edhe metaforat janë kthyer në pjesë të betejës mes paljeve. Deklarata ku përdoren termat sora dhe korba kanë nxitur interpretime të ndryshme nga kundërshtarët politik të kryeministrit Edi Rama. Disa prej tyre pretendojnë se këto shprehje mund të kenë një kuptim të fshehtë, duke i lidhur sorat me Gheorghe Soros dhe korbat me Recep Tayyip Erdogan. Sipas këtij interpretimi, bëhet fjalë për një mesazh simbolik që lidhet me ndryshimet e supozuara në marrëdhëniet politike të Ramës me figura të rëndësishme ndërkombëtare. Megjithatë, deri më tani nuk ka një konfirmim publik nga Edi Rama se këto metafora i referohen personave apo emrave konkret. Me sorat dhe korbat dhe nuk kemi çfarë bëjmë fare. Në fund ata përsëri do jenë të humbur dhe siç u mlodhën kokra dhe bën këtë tufën e zhurmshme, do shpërndahen kokra dhe do vazhdojnë të bëjnë atë krakran e zakonshëm.